Të nderuar kolegë, i nderuari kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, miku im i dashur, zoti Memli Krasniqi. Të nderuar anëtar të kryesisë dhe këshillit drejtues, kryetar komunash, deputet, të dashur të rinj, antarësi, gjithë ju të pranishëm në këtë konvent zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës. Jemi mbledhur sot, jo vetëm për ta rikonfirmuar drejtimin dhe rrugën tonë për vitet e ardhshme si subjekt politik, por edhe për ta rinovuar besimin në vlerat që vetë i kemi krijuar e që janë identiteti ynë. Jemi mbledhur për të treguar që jemi të bashkuar dhe të përgatitur për të marrur përgjegjësi të reja për qytetarët dhe vendin tonë. Sepse ne jemi më shumë se sa një grup për mira qytetarësh që ndojnë të njëjtin ideal politik. Jemi forca me kontributin më të madh në lirinë, pavarësinë dhe shëndërtimin e Kosovës. Jemi partia që ka ndërtuar këtë shtet. Partia që ka udhëhequr në kohët më të vështira dhe përsëri jemi të gatshëm të udhëheqim Kosovën drejt një të ardhme më të sigurt, më të mirë dhe më të drejtë për të gjithë. Kemi sakrifikuar për këtë vend dhe jemi trashëgimtarët e atyre që su përkollen kurrë. Jemi partia e Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Që se bashku me shumë prej jush këtu, nuk u thyen dhe nuk u përkollen kurrë. Ata nuk u thyen dhe nuk u përkollen as sot, kur po përballen me padrejtësinë historike, por me krenari po e mbajnë bisupe jo vetëm historinë e lavdishme të luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, por edhe dinjitetin e popullit tonë. Kolegë të nderuar, po dua të ndalem edhe pak të themeluesit e PDK-s, që njëherësh janë edhe themeluesit të OÇK-s dhe të shtetit Kosovës. Shkurja atyre në Hagë, përveç që ishte goditje për shtetin e Kosovës, luftën shlirimtare dhe historinë tonë, ishte goditje shumë e madhe edhe për ne si subjekt politik. Partia Demokratike, me shumë se kurrë, sot është e thirrur të jetë zëri i tyre, sepse nuk mund të flasin lirshëm. Jemi të thirrur ta mbrojmë edhe trashëgimin e luftës sonë shlirimtare. Prandaj, deri sot jenë sërish në mesin tonë, në emër të presidentit Thaqi dhe kryetarit Veseli e gjithë atyre që janë atje, në emër të gjithë atyre që dhanë gjithçka për këtë vend, le të ringrihemi edhe me të fortë, me të bashkuar dhe me krenar se kurrë. Sepse ju të gjithë e dini, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka lindur në zyrat dhe nuk është formuar as në qetësinë e sallave parlamentare. Ka lindur në përballje, në sakrificë, në shpirtin e rezistencës. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë aty kur Kosovës i është dashur forcë, guxim e vizion pune. Jo për lavdi personale, po për të hapur rrugë që fëmijët tonë të mos kërkojnë më të ardhmen jashtë vendit, mirë po të mund të ndërtojnë jetën e tyre në Kosovë. Prandaj, me shumë se kurrë, ne kemi nevojë për unitet, për vlerësim të ndershëm të kontributit të secilit anëtar të Partisë Demokratike të Kosovës. Kemi nevojë për guximin politik që nuk buron nga ambicjet personale, por nga përkushtimi për vendin. Kemi nevojë, mendojmë për te vetvetes dhe të shohëm për te interesat ngushta për të bërë Partinë Demokratike një lëvizje që frymëzon dhe shërben me integritet. Sot, kur vendi ynë përballet me pasiguri, me papunësi, me polarizim të skajshëm dhe mungesë shprese, qytetari i Kosovës me shumë të drejtë pyet: kush mund ta udhëheqë me përgjegjësi? Kush mund na bashkoj pa u lëkundur përballë interesave të ngushta? Dhe përgjigjja është e qartë: Partia Demokratike e Kosovës. Këtë e kemi dëshmuar me vepra dhe fatmirësisht me këtë gjenerat të re që po rritet mes nesh,
Me këtë bashkim, ne jemi me të fortë se kur, dhe me të fortë se çdo herë tjetër. Qysh kur PDK-ja është në opozit, dolëm edhe në zgjedhjet e si vjetme. E dini pse nxerrëm rezultat më të mirë në zgjedhjet e 9 shkurtit? Sepse ne e depolarizuam shoqërinë kur tejet provuan të përçanin. Ne i bashkuam qytetarët rreth programit tonë. Në vend të retorikave boshe, ne ofruam program, zgjidhje, paga e mirëqenie më të mirë për qytetarët dhe transformim ekonomik të shtetit tonë. I lam onash dallimet e vogla për të bashkuar rreth vlerave tona dhe interesit të përgjithshëm. Këtë po e bëjmë edhe sot në këtë konvent me vazhdimin e besimit të plot për kryetarin Memli Krasniqi dhe për strukturat e reja të partisë. Këtë do ta bëjmë edhe me 12 tetor në çdo komunë të Kosovës dhe kurdo që në pyetje është interesi i qytetarëve dhe i shtetit tonë. Në anën tjetër, me shumë normale të kemi edhe sfida të ndryshme brenda familjes sonë politike, sepse kur e do me zemër një kauz, pritshmëritë janë gjithmonë të mëdha. Sfidat apo edhe pakënaqësitë eventuale janë pjesë e dinamikës politike. Janë shenja se partia është e gjallë dhe brenda saj ka energji dhe ide të ndryshme. Por ajo që është më e rëndësishme është mënyra qysh ne i pranojmë dhe i përballojmë këto sfida. Ne do të vazhdojmë të përkushtohemi që të ndërtojmë një PDK edhe me të hapur, me të fuqishme dhe me të lidhur me çdo qytetar anë kanë vendit. Një PDK me të lidhur me të rinjet që duan të ndërtojnë të ardhmen në Kosovë, me gratë që kërkojnë barazi e dinjitet, me biznesin që pret mbështetje, sepse çdo qytetar i Kosovës, pavarësisht dallimeve që mund të kemi, meriton shpresë të re. Ne do të vazhdojmë të përkushtohemi që PDK të kthehet për të marrë vendin që i takon në shërbim të Kosovës dhe vetëm të Kosovës. Sepse sot PDK-ja nuk është vetëm një alternativë, por dhe një nevojë e domosdoshme. Është busulla që e çon Kosovën drejt Evropës, drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe drejt bashkimit të shoqërisë sonë. Kosova nuk ka kohë për eksperimente dhe nuk ka me durim as për dështime. Sot le të dalim nga kjo sallë të bashkuar si kur me parë. Le ta çojmë këtë energji në çdo qytet, në çdo fshat dhe në çdo familje që pret një ndryshim të vërtet. Ne do të kthehemi për të ndërtuar, për të shërbyer, për të zhvilluar Kosovën, për të bashkëpunuar ngushtë me aleatet tonë dhe për të integruar Kosovën në familjen evropiane. Kjo është koha jonë, kjo është Kosova jonë. Ne jemi Partia Demokratike e Kosovës dhe forca jonë që ndron në bashkimin tonë. Le të ecim përpara me besim dhe guxim për PDK-n, për Kosovën, për të ardhmen. Suksese dhe fitore të reja. Ju faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë nën kryetar Hamza dhe tani kam kënaqësinë e veçantë që fjalën t'ja jap kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Memli Krasniqi. Kryetar, fjala për ju. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të nderuar delegat, e nderuar kryesi e punës, shumë të respektuar bashkëpartijak, ju zyrtar që jep një shpirt e gjallëri Partisë Demokratike të Kosovës, anë mban vendit në çdo nivel të organizimit, antar e udhëhec në degëve, kryetar të degëve, kryetar të komunave, deputet, antar të Këshillit Drejtues, të gjithë ju të dashur miq. Një proverb i vjetër thot, nëse do të shkosh shpejt, shko vetëm. Por nëse do të shkosh larg, shko me të tjerët. Kosova, Partia Demokratike e Kosovës, ne gjithë sot këtu jemi dëshmi të kësaj filozofie.
Jemi këtu ku jemi sepse asnjëherë nuk kemi ecur vetëm. As në luftë, as në çlirim, as në rrugën drejt pavarësisë, as gjatë gjithë rrugtimit tonë politik. Gjithmonë ka qenë bashkimi ynë që e ka shtyrë përpara këtë vend. Kur lufta mbaroi dhe plagët ende ishin fresta, uniteti ynë na mbajti në këmbë. Kur flamuri ynë u ngrit për herë të parë, bashkimi ynë për ta nderuar atë ishte ajo që atij i dha kuptim. Dhe çdo hap që e kemi bërë më pas drejt demokracisë, zhvillimit dhe dinitetit, e kemi bërë vetëm kur kemi qëndruar krah për krah, jo si individ apo grupe, po si një parti me një qëllim të përbashkët. Dhe sot, më shumë se kur ndoshta besoj se ardhmja e Kosovës dhe ardhmja e partisë tonë do të ndërtohet nga ajo që ne bëjmë së bashku, e jo nga ajo që bën secili prej nesh veç e veç. Kjo është fryma për cilën dua të flas sot. Sepse këtë rrugë e kam kaluar edhe vetë, nga rinia demokratike e Kosovës e deri tek nderi jetësor i qenit kryetar i kësaj partie. Dhe nëse ka një gjë që e di me siguri është kjo: kur jemi të bashkuar, jemi të pandalshëm. Të nderuar delegat, kjo konvent nuk është vetëm një moment formal e solem. Kjo konvent e 11 me radhë është thirrje për të vazhduar rrugën e fuqizimit, për t'ja kujtuar njëri tjetrit se çka kemi arritur kur kemi qenë bashkuar gjatë gjithë historisë tonë politike, dhe për të vendosur se ku duam të shkojmë tani, sepse me 9 shkurt e pam gjithë, kur jemi bashk, rritemi e ngritemi për partinë dhe për vendin. Prandaj sot ky nuk është vetëm një fjalim solem. Ky është një kapitull i ri që do të shkruhet pej gjithëve me një zë dhe me një vizion. Të udhëheqim me dinitet, të shërbejmë me guxim, të ngrihemi sërish bashkë si një. Të nderuar bashkëpartia, kur mora drejtimin e partisë para 4 vitësh, e dija peshën që po mbaja, ashtu siç besoj e dinte edhe Enveri para meje. Para nesh qëndronin 2 figura historike të kombit tonë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Jo vetëm udhëhec të Partisë Demokratike të Kosovës, por lider të një populli, cilët udhëheqën Kosovën nga rezistenca në liri, nga lufta në shtetëformim. Sot për sot, ata janë larg nesh fizikisht në mbrojtje të luftës drejt popullit tonë për liri, por ata kanë qenë dhe janë me ne në çdo hap të rrugës. Prandaj thirrja ime e brendshme mbi gjitha ishte kjo: të nderoj trashëgiminë e tyre politike, duke bërë hapa përpara si parti. Në këto 4 vjet besoj e kemi dëshmuar këtë, sepse të dashur kolegë ju e dini, kur je partia më e rëndësishme në historinë e një vendi siç është PDK, disa tjerë të shndrojnë në objekt sulmi dhe kundërshtimi. Të luftojnë me apo pa drejt dhe natyrisht u gëzohen sfidave të tua. Unë jam i vetëdijshëm që shumë kundërshtar politik kam pritur që në këto 4-5 vitet e fundit Partia Demokratike e Kosovës të mos ju mbijetoj sfidave. Ata e kam pritur rënien tonë, ata e kam pritur ndarjen tonë, ata ndoshta e kam pritur edhe dorëzimin tonë. Por të nderuar bashkëpartia, këto pritje tyre flasin më shumë për ta se sa për ne. Këto ide tregojnë se sa pak ata e njohin Partinë Demokratike të Kosovës dhe se kanë harruar trashëgimin mbi të cilën është ndërtuar ajo. Kanë harruar se në përdejet e burrave dhe grave që kanë themeluar këtë parti dhe që shumë prej tyre i kemi edhe sot këtu, vlon gjaku i trimave dhe i trimreshave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe ja ku jemi sot, duke nderuar të kaluarën tonë të lavdishme, por edhe themeltarët që sot janë në Hagë, ne u bashkuam, besuam dhe ka përcyem se cilën sfidë përpara. Fituam zgjedhjet lokale në vitin 2021. U rritëm e u fuqizuam ndjeshëm në zgjedhjet nacionale të nënshkurtit. Dhe kjo nuk është një arritje personale, është merite përbashkë e antarëve, e kryetarëve, e kandidatëve, e se cili që dha kontribut. E në zgjedhjet që sapo lam pas mënyrë të veçantë e kandidatit tonë për kryeministër, zotit Bedri Hamza.
Një lider i përkushtuar që me vizion dhe maturi jari kujtoj popullit Kosovës se udhëheqja nuk është zhurmë me populizëm, për kompetencë dhe përgjegjësi. Për dashur miq, nuk mund ta mbyll këtë pjesë pa ndarë me ju dy qëndrime të qarta që lidhen me drejtsinë dhe me situatën politike aktuale në vend. Së pari, jemi në një moment të ndjeshëm të procesit që po zhvillohet në dhomat e specializuara në Hagë. Ndërsa po hyjmë në fazën për mbyllje të këtij kapitulli, ne kërkojmë me zë të qartë që drejtësia të mos qëndrohet në mjet politik, po të qëndrojë pa ndikuar dhe e bazuar në standardet ndërkombëtare. Kërkojmë që të mos shkelet asnjë e drejtë themelore njerëzore, sikur se ndodhi me mohimin e mbrojtjes në liri për çlirimtarët tanë, një shkelje që bie ndesh me vetë parimet mbi të cilat është ngritur e qëndron drejtësia ndërkombëtare. Ne nuk kërkojmë favor, por drejtësi dhe paanshmëri. Dhe drejtësia është e tillë vetëm kur është njësoj për të gjithë. Dhe nëse drejtësia ende jeton në këtë gjykate, unë duhet besoj që jeton, çlirimtarët tonë do duhet t'i kemi së shpejti në atë dhejtë, sepse këtu e kanë vendin, në mesin e njerëzve për cilët nuk kanë kursyer asgjë. Së dyti, është e domosdoshme të flasim për realitetin politik në Kosovë. Vendi ynë për më shumë se 4 muaj po mbohet peng nga një parti që ndonë se ka dole para në zgjedhje, ka humbur legitimitetin për qeverisur. Ne si Partia Demokratike e Kosovës kemi qëndruar me dignitet dhe konstruktivitet në këtë periudhë, duke vendosur interesin qytetar dhe shtetëror mbi të gjitha. Kemi qenë vendosur që të ndryshojmë kajën e gabuar në cilën ka futur vendin qeveria nikje, përmes krijimit të qeverisë re me partitë e opozitës së kaluar me Bedri Hamzën kryeministër. Por, po aq me vendosmëri e themi edhe sot, nuk do ta votojmë asnjë kandidat për kryetar të kuvendit që ka qenë pjesë e qeverisë së kaluar, sepse besojmë që Kosova nuk mund të ecë përpara me ata që e kthyen mbrapa. Ne nuk jemi këtu për ndihmu riciklimin e kapitullit më të dështuar politik të shtetit tonë. Ne jemi këtu për të shkruar një kapitull të ri. Të nderuar bashkëpartijak, këto 4 vite nuk ishin vetëm për zgjedhje, ishin vite për ta forcuar partinë dhe vetveten. Kaluam vite sfiduese, por nuk e cënuam identitetin tonë politik. Përkundrazi, e ngritëm, u antarësuam në familjet evropiane dhe botërore të partive liberal-demokrate. Organizuam konventën 50-50 për fuqizimin dhe për fshirjen e grave në vendimarrje, një zotim që po jetësohet. E fuqizuam Rininë Demokratike të Kosovës dhe sot Arbnora, kryetarja e Rinisë, është deputete e Kuvendit të Kosovës. Më shumë se gjysma e listës sonë ishin kandidat që garuan për herë të parë, të ri, gra, profesionist, patriot. Sepse nuk flasim ne vetëm për të ardhmen. Ne duam të dukemi e ta projektojmë të ardhmen. Në Kuvendin e Kosovës kemi qenë zëri i maturisë dhe i përgjegjësisë. Kemi dialoguar kur ka pasur mundësi dhe kemi kundërshtuar kur ka qenë e nevojshme. Por asnjëherë nuk e kemi bërë kompromise me parimet tona. Kemi rrëzuar një numër të madh ligjesh në gjykatën kushtetuese të Kosovës, sepse cënonin interesin publik të punëtorëve, familjeve dhe të vetë Republikës Kosovës. Por suksesin më të madh arritëm në 9 shkurt, kthimin e pluralizmit në Kosovë. E shpëtuam Republikën nga monizmi dhe nga sundimi një partijak. Sepse fatkeqësisht këto 4 vite nuk kanë qenë qeverisje, kanë qenë kopje e shtetit. Dhe kopja e shtetit prodhon vetëm këtë që po e përjetojmë sot. Stagnim dhe regres, izolim dhe denigrim, jetë matron për qytetarë. Të vetmit që jetuan mirë gjatë kësaj periudhe ishin eksponentët e pushtetit dhe familjarët e tyre, përfituan nga tendert, subvencionet dhe aferat e panumërta korruptive. Prandaj Partia Demokratike e Kosovës vazhdon të thotë jo çdo ide për bashkëqeverisje me partinë që ka sjell Kosovën në këtë gjendje. Sepse kush e solli Kosovën në gjendjen më të rëndë që nga pas lufta, duhet shkojnë në opozitë. Atje ku ndoshta qëndron edhe suksesin thojza i vetëm i tyre politik. Të nderuar delegat, tani përpara kemi sfidën tjetër, zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
ta bëjmë qartë qysh në fillim. Ne do të karojmë jo vetëm për të rifituar komunat që i drejtojmë, po për të fituar dhe disa komunat të tjera me radhë. Dhe kjo është një pritje reale, sepse për gjatë 4 viteve të fundit ne kemi pasur mesin tonë një brez kryetarës që janë bërë shembull shtetëror i qeverisjes mirë, duke përfaqësuar modelin e qeverisjes efikase, që u shërben qytetarëve, që kryjnë punë dhe që i mban premtimet. Bedrej Hamza, Agim Aliu, Shaqir Totaj, Fadil Nura, Ramez Ladrovci, Ferit Idrizi, Besim Ilazi, Mehmet Ballazhi, por edhe Izmir Zeqiri dhe Ilir Peci, janë shëndruar në kampion të qeverisjes mirë gjithë pandej Kosovës, nga jugu në veri dhe nga lindja në perëndim. Ata janë kampion të zhvillimit, transparencës dhe të rezultateve, të konfirmuara e të shpërblyera për këtë gjë. Tani unë e kuptoj që vjen një periudhë ku secili person e personalitet politik për një arsye ose tjetër ndjen se ka ardhur koha që t'u krijoj hapësirë gjeneratave të reja. Dhe natyrisht për ta, ne do të kemi gjithmonë vetëm mirënjohje dhe falënderim që kam përfaqësuar me dinitet identitetin e Partisë Demokratike të Kosovës, por po ashtu zotohemi bashkë këtu se do të punojmë pa ndalur të gjithë ne për të mbështetur kandidatët dhe kandidatët tona në zgjedhjet e kësaj veshte, me bindjen se shërbimi i tyre për qytetarët do të jetë shembulli me të cilin do të mburremi bashkë të gjithë. Të dashur delegat, sot unë dua ta kërkoj besimin tuaj për ta vazhduar udhëheqjen e partisë deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme partijake që do të shpallin vitin e ardhshëm. Por fillimisht më lejoni të ju tregoj pse dua ta bëj këtë. Sepse ky mandat mbaroi, por puna jo. PDG është në rritje dhe rritja kërkon stabilitet. Po përgatitemi për fitore dhe fitoria kërkon unitet. Prandaj kërkojmë mbështetjen tuaj për të vazhduar si kryetari juaj edhe në sfidat që i kemi përpara. Jo për pozitën, po për misionin. Jo për veten, po për rrugën që duhet ta ndjekim së bashku. Sepse punët që na presin, fitoria në zgjedhjet lokale, udhëheqja e qeverisë së ardhshme, rimëkëmbja ekonomike, forcimi i shtetit, kthimi i Kosovës në partner serioz ndërkombëtar nuk mund të presin. Dhe ne duhet jemi ata që udhëheqim. Ne duhet fokusohemi tek zhvillimi, te siguria dhe rendi, te drejtësia dhe mirëqenia, te inovacioni dhe teknologjia dhe te orientimi ynë i pandryshueshëm euroatlantik, antarësimi në NATO dhe Bashkim Evropian. Ky është qëllimi ynë, ky është drejtimi ynë. Prandaj dua ta përfundoj këtë fjalë aty ku e fillova. Te uniteti. Le të mbahet mend kjo konvent si momenti kur dyfishuam forcën tonë më të madhe, njëri tjetrin. Le të mos jenë titujt kryesor për emrat, po për drejtimin. Jo për atë se kush udhëheq, po për mënyrën se si udhëheqim dhe ku po shkojmë. Dhe unë dua që të shkojmë larg, për shumë gjatë dhe mbi të gjitha, bashkë. Politika nuk është garë individuale, është përkushtim kolektiv për diçka më të madhe se vetja. Prandaj, kauza jonë është Kosova, kauza jonë është zhvillimi, kauza jonë është e ardhmja dhe ne do ta ndërtojmë atë së bashku. Sepse kur Kosova dhe Partia Demokratike e Kosovës ecin bashkë, ka vetëm një drejtim. Përpara. Faleminderit. Zoti e bekov PDK-n, Zoti e bekov Republikën e Kosovës. Faleminderit.